Ç'pun kishte Çerçistopulli prej Gjirokastrit me dhënë jetën të luftu për Shkodrën, po sepse Shqipnia është pasëria çdo shqiptarit, o budallej, o short me meca vullnetar, sepse Shqipnia nuk është thjesht një hartë e vizatume nga një lapsi huj, nuk është pronë e ministrave me bark të frym e me dur të përlyme. Shqipnia është toka e gjuhës Gjenez. Shqipnia është toka e fertilizume nga eshtrat e të vdekurve. Shqipnia është buka e të gjallëve. Është djepi i fëmijës që akoma s'ka ardhur në jetë. Rjolli është pasuri dhe amanet edhe i Vlorës, dhe Vlora është pasuri dhe amanet edhe i Vmalësorëve edhe i Shkodranëve. Sepse toka shqiptare nuk pyet prej cilit qytet je, por vetëm pyet a je bir i këtij dheut. E sot po shitet dheu, po shiten brigjet, po shiten lumet, po shitet ajri me vul e me firmë. Dhe mbi këtë pazar kufomash rrin këmbëkërç hienat, politikant tralltar e moralist, gazetarët xhobaxhinj e papagaj, moderatorët e Dubajt me buste ngrituna e trut e varën, influencerat sufllaqe ngrënës, artistat me shpirtin e shitun, analistat filoarmik e konkubina të haremit pushtetar, filantropët evaziv, shoqatat fantazëm, mjekët zemër akull e receta shitës, mësuesit ngelës e fjalëthat, policët kobure varur e popull rrahës, prokurorët ndërgjegje shitur, gjyqtarët peshore thyer, studentët ndërvdekur e TikTok humbur, poetët me vargje kastravecash, e miliona heshtës profesionist e vullnetar, që shesin kombin për një rrogë, e Shqipnia rrin si nane smur, me syt ka dera, tu i prit bit që i ka rrit me gjak, e gjakun ja shesin në bank. Brezi i prindërve tanë duhet me ul kryt, jo sepse ishin varfën, por sepse mësun me ul veten e me ngrit zota të rrejshëm. Shiten votën 50 euro e mandej vajtun fëmin kur iku jashtë shtetit. Por unë, në ndryshim e ju, nuk protestoj për vetin tëm. Unë luftoj sepse nuk du që nesër fëmia jem me jetun tokë vetë si tjeti huj. Mos me njoh vdetin, mos me prek malin, mos me thirr Shqipnin, nan. Pushtimi jon nuk ka mbaru, thjesht ka ndru kostum. Dikur na pushtonin me tanke, sot me kontrata. Dikur na digjnin kullat, e sot na fikin shpresën. E prap kërkojnë me na bind, se sklavnia quhet zhvillim. Po shqiptari duhet me kujtu se kush është. Jo i majt, jo i djathtë, jo verjor, jo jogor, por bir i një dheut që nuk falet. Siç ka thënë edhe Sami Frashëri, shqiptarët duhet i marrin ato që duan me pa hir. Ti kërkojnë me fjalë, por ta kenë edhe pushkën plot.